Pra ishte kjo lidhja juaj me Partinë Demokratike? Pra fakti që ju e keni mbështetur, keni qenë aty në protesta, në podiume, nisur kjo edhe nga ato protestat e zhvilluara nga Teatri Kombëtar, më pas edhe në podiumet në protestat që zhvillon të Partia Demokratike? Po, unë kam thënë disa herë që rrugtimi me Partinë Demokratike ka ardhur shumë i ngadalë dhe i natyrshëm. Ka filluar Teatri Kombëtar pa lidhje me Partinë Demokratike siç dihet. Pastaj Partia Demokratike na mbështeti, na u ofrua, na ka ardhur në shesh, ka ndenjur shumë me strukturat pranesh në ditët dhe netët që ne kemi kthyer në teatr. Dhe fillimisht ka qenë për teatrin, më pas ka qenë si e vetmja mundësi që të rrëzojë qeveria që kemi tani, është absolutisht partia më e madhe opozitare, pavarësisht edhe të tjerëve, po numrat e votave ajo i ka deri më sot. Dhe pastaj nga natyrshëm kam reflektuar dhe për bindjet e mia politike dhe për më janë bërë shumë faktorë tjerë që vërtet megjithse pavarësisht të mirat, të këqijat, problemet që nuk po the pa diskutim që edhe Partia Demokratike është një strukturë shumë e madhe dhe mund të kenë të gjithë pa kënaqësitë e veta, po unë e shikoj si një parti që i afrohet shumë bindjeve të mia dhe mundësisë reale, alternativës reale për të sjellë një ndryshim, sidomos edhe me afrimin e figurave të